Një prej diskutime më të mëdha që është kohët fundit në internet është qysh cloud code është të ndihmu kompanitë që shesin produkte, shërbime me konë më të shpejta, më të mira në targetimin e klientëve të tyre. Në njëjtën kohë, paralel me çfarë është të bë antropiku, unë jam kanë tu eksperimentu, të mësu me inteligjencë artificiale, qysh jena të mësu krejt, edhe ku më rri me zhvillu gati se krejt qëtë produkt, që quhet Digital Spoiler, edhe që ndihmon përmes inteligjencës artificiale ekipet e shitjes me pas më pak punë manuale për shkak se agjentat e fuqizuar prej AI e kryjnë punën manuale, më thonë analizojnë pipeline-in për me t'jep rekomandime se çka duhet me bë, çka me përmirësu, qysh e ki gjendjen e shitjes, kur shton deals, ndihmojnë për me analizu nëse ka diçka që është të mungu, çka duhesh me përmirësu për me mujt me mrri me fitu qatë deal që e ke. Dhe më thonë ka integrim të thellë të inteligjencës artificiale me dhënat që i vendos në Digital Spoiler, edhe që i integron për momentin me HubSpot CRM edhe me Salesforce. Nuk është CRM i ndërtuar, më thonë është vegël për me të përshpejtu për spaku 30-40% procesin e shitjes, produktivitetin e ekipës, po në njëjtën kohë fuqizohet prej këtyre integrimeve, po mundet më përdor edhe si standalone CRM nëse nuk ke. Më thonë këtu hena i përdorime që e kam da për startup-a dhe për biznese më scale-up phase që i thojmë. Normal janë funksionalitete si go-to-market engine që ndihmon me një agent tjetër, më thonë janë disa agent të fuqizuar prej AI që funksionojnë brenda Digital Spoiler. Një funksionalitet tjetër është ICP-a, Ideal Client Profile, që në vazhdimsi e përcjell qysh je tu performu si biznes, çka je tu fitu, çka je tu hub, çfarë informata nuk je tu shtu. Funksionalitet tjetër është Deal Intelli që analizojnë deal që janë në pipeline të biznesit tonë. Account Researcher që të ndihmon për me hulimtu tregun për targetet caktume, e fuqizuar prej një agenti tjetër, inteligjencë artificiale, e gjitha këto detajet që ndoshta janë interesant për juve, po për mua kanë qenë kogja interesant me përjetu prej fillimit deri në fund se çka mundesh me bë.